Ja ku përfutemi tek zona qendrore tani. Pas ka shumë shtëpiza këtu. Shumë shtëpiza, por shumë pak njerëz, Kjo është ajo që e bie në sy. Vazhdojmë të eksplorojmë pjesë të tjera të qytetit. Besoj se do të ketë dekor edhe tek pjesa tjetër e bulevardit. Mirë për miqtë atëherë këto janë pamjet tu nga Berati, pak a shumë ju tregova një pjesë të qendrës, se si duket zona qendrore ku është vendosur dhe pema e vitit të ri, e Krishtlindjeve dhe Christmas Market. Më shkruani këtu se cili qytet tjetër dëshironi ta shihni në vazhdimsi tek videot e radhës. Nuk di nëse qytetet tjera janë ndriçuar me drita festësh apo akoma, por më shkruani nëse ka diçka të bukur në një qytet caktuar të Shqipërisë. Ase dhe mund të shkojmë aty, pse jo, nga sugjerimet tuaja. Kështu që ju më pres të më shkruani këtu tek komentet.